Pastaj shtojmë millë dhe në fund t'ja shtojmë kripën, për shkak që kripa mundet me ndiku që mos mu fermentu. Aha, në fund krejt duhet kripën. Në fund krejt kripa. Millë kuptohet derisa troshet, une nuk jam shumë Fonse e brumave. Fonse e bruma nuk është që pregaditi shumë brum, nuk është që ja u di fort kështu... Që shëndzinet. Fix, mos, ata që shëndzinet, nashta ato grotë se nona që janë pak ma eksperte, mujnë me më kritiku, po realisht unë përdu vish me demonstru mënyrën ma të mirën të mundshme fermentimit. Të mundshme dhe të fermentimit. Fix. Për ndryshe, këtë bukë me përjashtim disa rasteve jo është ditë në një iftar me... Tash mujna me shtu, afërsisht një lugë mesme, se për më kritikojnë që për qas pak. Shumë pak krepi që. Amo krejt sanet i bëjmë me ti për pak krep. Se bëllë marim krep na. Në më thonë sa Lena del për studios, na e marim kripën ekstra. Si të mos me buna i gjila na i supë. A dhe që Sovjet e kemë qatë krepë i Lena. Që tjetë e argju. Ka me dollë përshimë. Të delë të përshimë, kena mi vle 3 kripa. Jo, shumë e dëmë që faktik e shkripa, përdëri një kripët për vesh. Unë e kam parasysh për shumë me japë mesazh që mos me përdur shumë, për shkak që për shembull familje, sidomos, çdo herë kemi tjetër, kemi fëmijë krejt. Nashta krejt me i kështu kripën tepër pak nuk ka met prej qikave. Zakonisht kur kom pregadit për shembull supat ose gjellat, kur kanë qenë vogla, i kom bu bashkë me krejt familja, kështu që si kom qitë krype dhe kjo më ka met kur kom fillu me shtu, kom shtu tepër pak edhe. Ka met si lloj shprehje, po fix nuk është që tash jo mësu edhe në shpe që nuk i qes. Nuk e përdor shumë kripën. Pa sheqer jam mësu me vite se përdorje, pa krepin e kam shumë problem. Nuk që janë shumë gjella, për shembull, përse ka atë që janë e kripe.